أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما آية جزء 3 من سورة النحل تندروار جماعة الله رمضان كابول دري مصد Ate që I ka metë Allah e bën fletë dhe bere qëtli insha Allah. Djetë disa fjalë të shkurta në lidhe me ajetin 43 në suratun Nahl. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot se na ato që I kemi zgjedh për nga merë prej njerëzve ishin burra. Drejt pas drejti me një herë për I përstrisim disa fjalë gjeshmit edhe për ftillojmë të poshtë. A thonë ato ishin burra, do me thonë, me një herë nuk kemi qunë tokë për nga merë gra. Me gjithë se janë mundu njerëz me laps edhe me goj me shpall gra se ka pas për nga merë, e një prej ative kanë thonë se Merjemi anona Isa a.s. Ashtë jo realitet edhe ashtë jo realitet I qartë. Allahu a shprejt qartë në Kurani Kerim ka thonë wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilejhim. Për nga merët të gjithë ishin burra prej Ademit e dherë të Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhim wasallam. Inderuar I gjemat, për mos me hum ko në komentat e gjëra të njerëzve që janë mundu me orë të ajo se ka pas, është humbje kohe mo. Ajo që në Kurani Kerim shprejat qartë, vazhdimi I komentave të njerëzve është humbje kohe. Pra për nga merët ishin burra. Tha Allah në Kurani Kerim. Të fjala burra nuk e kam tash për qëllim të burnia, po ishin mashki me një fjallë. Femna s'ka pas për nga merë, kejt ishin të gjinjes mashkullore. Një pse, po e vazhdojmë pra. Pse s'ka pas gra për nga merë? Inderuar I gjemat, detyra e për nga merë lëkut është detyra e ronë. Ata gratë s'mundën me e bajt. Aja është detyra e ronë shumë. Rasulullah s.a.s. ka qeni fundit, ata e ka uruar, e ka bekuar, e ka madhruar, e ka udhruar Allahu me Kurani Kerim. Mirë po, e ka pregadit 40 vite me radhë për me mund ma në fund a I me fillu me pranu vahi. 40 vite me radhë. Pregaditje, nuk është vahi a I cili I ven Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam një dit prej ditve me caktimin e Allahut edhe drejt për drejti e nala ta Gjibrili nudhe edhe I thot ati e kra bismi rabbik. Si janë punët kështu? Po a I lind me vullën shpatëll për nga merë. A I lind me emnin e shkrua Muhammed shpatëllën e gjathë ati. A I lind I bom sunnet. A I lind me shenja të veçanta që as një fmi me ato shenja nuk lind. Nëna ati nuk një dhimbje të grave fare. Ajo nuk ashe pa pastar as një moment kur të lind Muhammedi. E pastaj a I thith në malsi. E pastaj mas I thithën malsi 3 vet kur t'i boje të gruja e quajtur Halime në fisin Beni Sad. Ati me lajket 2 Gjibrili edhe Mikail e urzojnë ata në tokë 3 vjeqar. E bojnë ata operacion. Janë zerin fatën e shejtonit prej zemra ati. Shejtoni me ta mo prej ati momentit deri sa ka vdek edhe kur s'ka pas pun. A I pastaj qohet në kom. I zverdhun mirë. Spjegon gjarjen e vetë tan jetën se kur e kanë operu. Me lajket e Allahu Gjelle Gjelaluhu. A I tha sa I nonës Tomlit. Tha di burat bardh me gjab me raqet bardhat veshun të bukur më rënun. Mashkin krahnorin kishin pas një tas të bukur më lajten mrenda. Një gjantë zezën zerën edhe shkun. Për një kohë shumë shkurt ndodhi kjo operacion mas shtëpijës Halimës ku ishte të lujt me vlaun edhe të motrën e vetë prej Tomlit. Inderuar I gjemot, një dita I ngau me cullët me fmit e Mekkës. Gara ku shpeshkon me të nga me fmit e Arabve I ngrejnë të fostonin kur të ngasin mos mi avzon kom. Deshte edhe ajta ngrejnë Gjibrili ishte 4 veçar në atë ko. Ja hunxhi fostonin, tha kjo sa është për tije. A I një dit shkoj me ndëgju muzika gjenë Mekke. Vune Allahu në gjumë. Të nesrit e provoj prap. E vune Allahu në gjumë. Ja qiti gjumin dilit nesrit. Do të thot nuk ash ajo me vahin me. A I shkojnë trekti, a I rujti dhënd, kuntu ara al-ghanama, ala karariti ahli Mekka. I kam rujt dhënd me kelive me qira, jam kon qoban. Ma min nebijin ursile illa wa kadra al-ghanam. Ska për nga mërë që i s'ka ardhë këtë bote si ka rujt dhënd. E s'ka qenë qoban.
kush di me i rujt dhënë të mirë, di me rujt familjen mirë. Kush di me i rujt dhënë të mirë, as shenjë domaqëllëkit se ai din me rujt familjen. Mu për këta Allahu xhalla xhelalu e bani ai që trun një tuf, se tufën që do të arun ma vonë ka emrin ummet. Tufën që do të arun ma vonë janë miliarda, qindra miliarda shpirta që do të edukohen në hijen e dinit ati. Nuk është ashtu, Gjibrili ka dalë nu dhe Muhammed i kishtë thonë, thuj, ikra, shkojnë punët kështu, e pastaj njeni prej hoxhallarëve e spjegoj mirajin e pengamerit a.s. ashtu ndoshta si që ka menduaj se kështu kanë qenë punët, tha, erë Gjibrilin me kësën e kishë gjetë se terë. Shpijen e Muhammedit në atë sokak, në ketë sokak, së në gjojnë ke kur qish, i kish pa do gjemë të lujtë, ati tha, a njifne për Muhammedit, tha, a njofim. Ku e ka dhe shpijen, e në qiket ven e ka e qojnë ati kur del, a i pse me tha s'po del mlave ben sokak, që kur e kur hatë shko vesh ose po shkojmë, a hini mrejna o vesh kur dur kishin ip me garë dhe shkun. O i nderuar i gjemot, këto gjona nuk janë kështu të thjeshta, këto gjona janë shumë më të mëdhaja se kaq, këto gjona janë shumë më të ndershme se kaq. Allahu të ndershmin të dashurin e vet e pregadit 40 vite e pastaj ai fillon me pranu vahjin. Fillon nga dal dit pas dite me pranu vahjin. E pranon vahjin 23 vet me radhë. Ai ishte 63 vjeçar ditën e vdekjes. 63 vjeçar. A kanë katun 63 vjeçar që hec me kokë të lidhën për sokaku, i zbardhën derin pikën e fundit, edhe hec me shkop para se me vdek një kohë? A ke këpa 63 vjeçar? Po 63 vjeçar të tonë po kositin, 63 vjeçar të tonë po prashitin, 63 vjeçar të tonë po punojnë, s'po dalin penzije, s'po i shlën fabrika, halaka ka të ndrime po i majnë 60 vjeçar të tonë. A i ditat e fundit të jetës ati, a i heci me shkop, i shemun mirë, këto dita kanë qenë gjithsejt 64 dit para vdekjes. I thanë ato, në raka ka të shëjjeb të ja Rasul Allah. Tha, po të shofim se je zbardh mirë. Tha, shëjjebet një hudun wa akhawatuha. Tha, më ka zbardh surat Hud edhe motrat e asaj. Tha, më ka zbardh surat Hud edhe motrat e asaj. Tha, ja Rasul Allah, e pse bash pa e cek surat Hud? Tha, se në surat Hud ka arë ajeti, fastakim kema umirt, hec ashtu që ishtë ka ordnu Allahu Gjelle Gjelaluhu. E din kusht plak? Plak mas shumë ti kur ti se lishon udhën as njëhere. Plak mas shumë ti kur ti vetën se len më rëshit as njëhere. I koncentrum gjithmon, i shtrengum gjithmon, kështu plakër shpejt. E kush nuk plakët, raskomo që një ludi. Ato shka janë shpërthim, ato nuk plakën kolaj, ato e qojnë begji gate qojnë. Inderuar i gjemot, pra për nga merët e Allahut kanë mashki, kanë gjinijës mashkullore, ato kanë bura. Ska gra për nga merë u kri. Jehudet edhe krishterët në kohën e zbritjes vahit, ato thëjshin, ja, mirë, në regull, burë, po pse të qonë Allahu burë për nga merë? Jehudit, pse të qonë për nga merë njeri? Ato thëjshin, e pse jo me lajke? E do ishin për nga merin me lajke, prej me lajkeve me ardhë, e thëjshin ato, na të folim me atë me lajke në Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe pësë zlëk, edhe pësë zëtur që do me thonë njeri i pa edukum. Fjala edeb është arabisht, sëz është turqe, edhe pësë do me thonë njeri i pa edukum. Kur ti thush diku edhe pësë kështu jetu i thonë, njeri i pa edukum, edhe pësë zlëk i madhë. Pse sa është për nga meri me lajke? Pse tjetë buraj? Qka thoni ju të ndershme të gjemot që jeni të ndëgju në gjami? A i kanë pas një problem këto me të vërtet pse bur, a kanë pas një qetër problem që se kanë cek? Këto mas fjales pse bur, pse moshkull, pse njeri, janë mshef, kanë pas një qëllim qetër sen. Kanë pas një qëllim se, po t'i shkon për jahudive, ani se njeri, s'ka gajle. Kështjen prej fisit jahudive, nash se njeri, s'ka gajle. Po pse prej arabve, e jo njeri, pra pse jo me lajke? Allahu Gjelle Gjelaluhu i tha në Kurani Kerim, e qoj Gjibrilin, tha ja Gjibril, shko Muhammedit thuj Bismillahirrahmanirrahim, në t'ju thoje jahudive kështu me Kurani Kerim, fes'elu ahle dhikri, pytni ulemat e ju, pytni papazat e ju, pytni priftrit e ju, pra, thun ju ative kështu, e besoni Musën për pengamer ju jahudët?
Po. E besoni Isën për pejgamber ju krishterët? Po. A me lajke ka qenë a njeri? Musa prej me lajke ishte a prej njerëzve? Jo, Musa ishte prej njerëzve. E tashtin dëgjo, çfarë problemi keni? Musën njeri e pranoni s'ka problem. Isën njeri e pranoni s'ka problem. Muhammedi kur të vjen njeri thoni ti shkon me lajke. Çka keni? Çka po doni me thon? Tha fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tha pyetni dietarët e fesë juve, nëse keni qef me ditë. Fas'alu ahla dhikri. Ulemat e ju pyetni. Tha Musa njeris për ju mundon fare. Isa njeris për ju mundon fare. Haruni njeris për ju mundon fare. Sulejmani njeris për ju mundon fare. Daudi njeris për ju mundon fare. Jahja, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Nuh, Lut për ju mundon fare. E pse çështja Muhammedit njeri për ju mundon? Allahu në Kurani Kerim tha: o njerëz, ju a dëni me ditë pse e kam qu pejgamberin njeri? Tha e kam qu njeri se ju me ata mas miri komunikoni. Tha po ta kisha qu me lajka la labasna alejhim ma jelbisun. Tha kishin me u kompliku me juve edhe me ta telat e bashkëpunimit, telat e marveshjes. A je gati ti me lajken me heca? Jo, mutlak si je gati. Ajo shkon për pjetë fluturim në mënirën e vetë dherin qilë. E ti? Qka ban? Ti sa mundësh me hip mas larti për pjetë? Ter të krija shkallëve vargave, ter ati hip. E pastaj me gjithë varg be poshtë dhe një herë. Kjo a ju ndodhë me lajkeve? Jo, ato janë pra qëtër kush e ju qëtër kush jeni. Tha me lajket e bin vahin, ato komunikojnë me njenin të zgjedhurin e Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu, e pastaj ju mësusin e juaj e keni njeri si ju. Kështu mash unë mendoj e qartë edhe s'ka nevoj mas shumë me imcu këtë gjona se pastaj turbulohen gjonat ma shumë. Me qka ka nërë këto pengamer? Tha bil bejinati wa zubur. Këto ka nërë me argumente. Ka nërë me argumente dhe lëj libra. Suhufi Ibrahima wa Musa. Suhufi Ibrahima wa Musa. Librat Ibrahimit, librat e Musa a.s. Tevrati, Zeburi, Injili, suhufët e filonit, sahifët e këti. Ka nërë me libra, ka nërë me argumente. As një pengamer nuk ka ndodhë gjemotin dërshëm që ka hap gojen me fol një fjalë, e fjale ati ka mete pa argumentume. Kjo s'ka ndodhë as njëherë. Ju ka thonë popullit vetë, Allahu Gjelle Gjelalu du t'ju denon. Denimi ka ardhë. Denimin e kemi mësu ma na qartë. A i ka thonë, o burra, besonin rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu, mos ma prek një lopën. Kështu ka thonë Yunus a.s. Mos e prek një këtë lopë, tha. Se kjo lopë ashtë mrekullia, ashtë mugjizja jeme, me prek këta ju ndëshkon Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu. Fa akaruha. Allahu në Kurani Kerim surat o Shems, gjuzin 30, fa akaruha. Tha ja pren Yunus a.s. lopën. Fa dëmdëm alejhim rabbuhum bi dhëmbihim. Tha për këtë gjuna Allahu Gjelle Gjelaluhu i rënoj nivel popullor, nivel të popullit, i rënoj ato, tha fedemdem alejhim rabbuhum bidhëmbihim, fesawaha, tha i kemi shti në tokë, i kemi fut në tokë, i kemi mlu me dhejt gjallë. E pastaj, mas këti ajeti, pastaj i ka rafshu, e mas këti ajeti, se ka kri Allah, tha edhe një fjale kam, tha wala ja khafu uqbaha, unë stut në mas, më kur të rënoj me shpije me kejtë, se shka po mdodh mu, tha unë jam zotë. A jonë me zveti, kur t'ja bani dikujtë një t'keqe, ja bani pimas shpine. Se u tut një t'fundit, tha Allahu për mund s'ka fundur, si tutëm kërkuj. Fa dëmdëm alejhim rabbuhum bidhëmbihim, fesawaha, wala ja khafu uqbaha. O gjematin deruar, o besimtar, për nga mërë të Allahu Gjelle Gjelalu ka nërë me argumentet gjalla. Ato kur t'folin, fjale ative më njëherë argumentohet. Ato kur t'ingrejnë durt, lutja ative më njëherë pranohet. Vetëm ingrejnë durët Allahu Gjelle Gjelalu i lutën, lutjet e pengamerve nuk thejnë prap. Kejve, Allahu ju ka thonë lut një t'ja vjap, po i ka thonë edhe pengamerit tonë, lip t'a jap, el tata, tha lip t'a jap. Pengameri jonë tha jo, o zot, jo ja Rabbel Alemin. Qërë pengamer kanë thonë, më njëherë shka kanë pas me lip, kejt lutjet e ative janë Kurani Kerim. I thanë sahabët, ja Rasulallah, e pse ti lutjen tonë, pse si thadha Allahu ti po, amma jap këta, fa inni akhartu su'leti ila jaumi ummeti, tha unë tha lutjen teme e kam lënë për me lip ditën e umetit tem. I thanë ato e kur është ditë e umetit tanë,
Tha kur të ngjallmi para Allahut, i thom Allahut tem, më thot ai mua ja Muhammed, lutjen tane që e ke lanë lipetash, tha unë bin tokë me ballë në tokë, edhe i thom Allahut ummetin tem ma jap, ummetin tem ma fal. Ta shte fjala ummetin tem ma fal, jam unë këtu du me qëndru 1 minut. Mos e bjerë punën, mos e sjell o i nderuar që ti Muhammedit a.s. ti vjen turp me i thonë Allahut lutë falma dhe këtë. E të gjenë Allahut e ti mungesa që ti thot dashurit tanë, o Muhammed, po kis po e meriton ki. Kis po e meriton. Mos e sjell ashtu. Sjell e ti që ti ta meritojsh lutjen e ati, a i të thoje jo, edhe këto pa me lishu edhe këto nuk kryet puna, nuk ngrehen prej toke. I tha njëri prej sahabëve Rasulullah s.a.s. thaja Rasulallah, ku të gjoj, e spjegu me herët, ku të gjoj ti e në të kalabalëkin e madhë, ndëgjoni o bura, ndëgjoni edhe ju gratë në përmet dëgjimit të ligjeratave që ndëgjoni mramje, ndëgjoni edhe hap në veshin mirë se ju keni një njëri për para që ju donë tepër, a i pytjen e vetë, lutjen e vetë e kalon për juve nesër. Tha ku të gjej o i dërguar atë ditë pra, tha indel mizan, tha lipëm ati ku i matën ummetit tem punët. Lipëm ati ku i matën ummetit tem, gravet ummetit tem ku i matën punët. A fal, ka ninu gruja ummetit Muhammed Mustafas, e ka këshirë burrin mirë, e ka këshirë shtëpijën mirë, kejti ka bo ajo. Ka bo jemekin e mirë, ka bo pastërtijen e mirë, ashtë kujdes mirë, nderin e ka të madhë fort, mirë po, ajo ka shku e zhveshun. Ajo ka shku e zhveshun për sokaku. E zhveshun ka shku se ashtë ba Evropiank, ka hinë Evropa jo. E tashti ajo ashtë tralltu me vetë vetën, e ka tralltu vetë vetën, ose e ka tralltu qetri ata, e ka tralltu filmi, e ka tralltu revista, e ka tralltu shëshria, e ka tralltu ambienti, e ka tralltu metoda e jetës, du me ndu se me të vërtet këto shka përna thirën me shplut e kanë me ven, ashtë tralltu, e para mos haromaj motër ti se Rasulullah s.a.s. tha, nëse donë me mgjet në gjona ti ku matën punët nesër. I tha i njeriu Muhammed Mustafa tha, e nëse nuk gjej ati, tham nëse nuk më gjen ati, tha lipëm të aj fa burimi i gjennetit i madh prej një ujit të shenjt, i jap ummetit tem të djegun me pi prej dorës teme, tha ati lipëm. Meritoje me afru me pi uj ati, meritoje. Tha ja Rasulallah, tha po nëse nuk gjej ati, tha o të lëbni inda sirat, tha lipëm tha të një ur e shtrirë mbrizjarin e gjahennemit, duhet me kalu me të jem ata, të ngarkuar me gjunat e veta, të ngarkuar me gjunat e veta, duhet me kalu mbi gjahennem për më gjennet me hi. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, ka thonë Allahu në Kurani Kerim. Ska prej juve asnja që ska me kalu ati pari, gjithë duhet me i rasaj. Tha ja Rasulallah, sahabja i eshtë me i ditë punët të rinë fund, tha ja Rasulallah, ura i ka dion. Mas i qenë ka ura i ka dion, tha. Në cëllën anë jeti? Tha jam nanën e majtë. Tha unë jam nanën e majtë, turës. Tha ja Rasulallah, po kush është nanën e gjathë pra? Tha në hanën e gjathë të urës, tha është Ibrahim a.s. Sahabja i etur për me dit problematikën deri në fund. Tha ja Rasulallah, men afdalu kuma? Tha cëllë jeni ma i ndershëm ma i dashur të Allahu? Tha Rasulullahi unë. Tha pse pra i në në gjath ti në në shmajt? Ti ma i dashur në në majt, aj në në gjath. Tha o ju ummeti jem, ka Ibrahim a.s. i kalojnë ato që i kanë punë në regull, ka unë kalojnë ato që i kanë shtremu. Tha ka unë i bin ato që i kanë probleme. Ka unë kalojnë ato që i kanë khalatu amalan saliha wa akhara sejia. Ato që i kanë punë të përzibe, ato që i kanë bo mirë,
e pas ta janë këthi kanë bo keq. Tha ato kalojnë ka unë i mbaj mos bin xhenem ato. Kja është zotria jonë. O ju njerëz, zhveshuni me njëherë nga besimet e kota se dikush tjetër do të shpoton me një moment prej momenteve. Nxjerru prej gjenave dhe mënirave të besimit që ke besu, se ndoshta do të shpotosh me një advokat. Sa është dita e advokatve? Nuk është dita e prokurorisë publike, nuk është dita e hetimeve mo, është dita e llogarisë. Ti e ke zotrien të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe tash po kërkoj prej tije me mua së bashku të thuish Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Muhammedit salavat edhe selam, Ibrahimit salavat edhe selam. E po mirë, e ku as Musa pra ti qojmë salat edhe ati këtu në këtë rresht? Ku a Isa pra ti qojmë salat? Edhe Musës salat, edhe Isës salam. E pse në salavatet e pra Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Ibrahim. E pse pra kështu veç këtë di? Njëni ka në gjatë të urës, qëtëri ka në majtë e urës. Njëni nonën e gjatë, qëtëri nonën e majtë. O zot pra, prej Ademi deri në fund të Muhammed Mustafaja, kejve selamët edhe salatin edhe selamët e kësaj gjamije qëja dhe ja Rabbel Alamin të vorrat e vetë. Ato të ndershmit që i ti ju zbrit e vahi ative, ishin ato të gjinijes mashkollore, në të njëjtën kohë ishin burra. Bilbejinati wa zubur, ato folën me argumente. Ato nuk lanë asë gjë pa spjegu edhe asë gjë spjegim të turbult. Wa anzalna i lejke dhikra li të bejjile një nasi ma nuzzile i lejhim, fa Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe tjeja Muhammed, edhe tje ta kemi zbrit një liber e ka emnin Kur'an, edhe libri jëtë flat me argumente. Libri tënd faktikisht, deri sa tjetë bota, s'ka mundësi dikush me ngrejt dorën e me thonë, filan fjalan Kur'ani Kerim sash në regull. Deri sa tjetë bota, s'ka mundësi me shtu monta. Deri sa tjetë bota, s'ka mundësi me hek dikush prej ati mo. Kitabun anzalnahu i lejka, li të khrijan nasa min e dhulumati ila nur. Po e qojmë këta për me nëzirë njerëzit prej ersirave në drit. Prej ersirave në drit. S'ka mundësi. Imbrojtur. Argument prej kapakut dherin kapak. Argument prej filimit surës deri në fund. Argument prej filimit ajetit deri në fund. Njeni një prift i Libanit. Maron. Një prift maron. Maron do me thonë Arab i Libanit me prejardhje greke. Fjala maron do me thonë Arab i Libanit me prejardhje greke. Një prift i Libanit i tha një hoxhës në Sham. Hoxha e ka emrin Ahmed Semmak. Ai mund ka dhonë edhe shokëve min Sham matematik, në medrese edhe gjeografi islame. Dilon, matematik, thysat, matematik edhe gjeografi islame. I tha i hoxhës, hoxha Ahmedit, Kurani Kerimi i juve muslimanve është ketë në regull. Vetëm me një vend ka mund me qenë edhe ma i bukur. Hajrë tha, hoxha, ta shofmi pra, ku ka mund që në paske qenë ti një bur, i cili po e dishe se Kurani Kerimi është ketë në regull veç me një vend ka mundësi me qenë ma i bukur. Tha, ku insha Allah? Tha, atje ku është tebbet jeda e bi lehebin wa tebbe, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, se jasla naren dha të leheb, wa mraatuhu hammalet el hatab. E qatë, që tu a problemi, tha? Fjallën hatab me hek, e me vuna ta fjallën ward. Tha, as do t'ish ma mira? Gruja e Bulehebit e ka pas emrin Ummu Gjemil. Ummu Gjemili ka bajt thera në shpin me i vu për nga merit para dere. Nusja agjes ka qenë kjo për nga merit. Për nga merit ka pas këta nusja agje. Thera para konve të pragut Muhammed Mustafas kur dole sa balet therohet nga të rohet në to. Në regull. I ka thonë prifti Ahmed, Hoxha Ahmedit në Sham. Hoxhës tonë. Tha, asash ma mirë që këtë fjallën therë ta zavendësojmë me fjallën drandafila. Ka bajt gruja e Bulehebit drandafila. E ku ata është drandafili prej me erën, me therën. Këto janë larga largë, tha,
këtu Kurani Kerimi as do të bake ma i bukura. I tha hoxha, mas pari numër 1, la warda bila shauk, s'ka drandafil pa thera. A shë vërtet? Drandafili e ka arën e mirë, po ati kur ta mbajsh në dorë, shka ka ati, kur ta këputësh, nër lullën. Ati tha ka thera, tha prap therat ati. E pastaj drandafili vesh këtë edhe thap, ato therat prap therojnë. Ku met vlera, tha hoxha po se kam kri, tha me ti unë. Tha po të pys pra, gruja e Bulehebit, Ummu Gjemili, a thera me të vërtet ka bajnë shpina drandafila? Jo, tha thera. Tha nasi të thojmë drandafila ka bajt, apo kalzojmë drejt apo rejmë? Jo, tha po rejmë, tha rejni pra ju, nas rejmë musliman. Ju tha shdoni, tha me rejt, halata nena. A nas rejmë na, pse Kurani Kerimi ka thonë ka bajt thera, pse ka bajt thera. Po të kesh bajt drandafila, ka pas me arë Kurani Kerimi ka thonë, wa maraatuhu hammalat al-ward. Tha gruja e cila bajt i drandafila. Thera ke bajt, thera po thojmë. Nuk rejmë na, as njëherë. A ju po ju po, Allahu alkoholin e ka bo haram, e ju e keni shkrujt në Bibël në për koncilet e juaja, ash e ndalume me pi, ama pak në është. Tamam, zati pin pak, e pastaj mas asaj pakës shka ban, pin edhe pak, mas asaj pakës di shka ban, pin edhe pak, 3 paka shka bojnë, pak plus pak shka del shumë, e 3 herë shumë plus shumë, çka bëhet? Bëhet pianec. E pianec plus pianec shka del, rezultati del barazi pena. Po kështu del. Pena, kush se di pena për jashtë ati vesat të tjerë, shka kebe që ajo pena? Ama sa pen i vargave pa i dohoni, qëtër pen janë? Inderuar i gjemot, ative ju ka hia, neves na ka hie. Kja është Kurani Kerim. Tha ta kemi zbrit edhe ti e këtë kitab me ju spjegu njerëzve, tha Allahu Gjelle Gjelalu, me ju spjegu njerëzve me argumente. Wa la'allahum yatafakkarun. Tha me siguri ummeti jot ja Muhammed, la'alla huna li ta'kid. Me siguri ummeti jot do të mendohen. Me siguri ummeti jot do të kalon në përmet Kurani Kerimit me një servis të bukur, edhe ai do të ketë mendën e shëndosh, do t'i gjikon gjonat drejt. Afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihim al-ard. Allahu Jalla Jalalu tha, ato që po bojnë intriga prej njerëzve në Mekka, prej njerëzve prej jahudive në Medine, edhe qarkut, ato që po bojnë intriga, tha as po kanë frikë se Allahu do t'i qanë tokën e do t'i lishon poshta. Kush ishin intrigashët? Ato që ndarën në dua, mbledhen për shkatrimin e Muhammed Mustafas me marë qëndrimin. Ndarën në dua ka qenë një shpi ku mushrikët e Mekkës Mekka i mirëshin qëndrimet e veta. Thanë ato, shka me bo me Muhammedin ti përmi dhonë fund kësaj pune? U mur një qëndrim, thanë do t'a qojmë thellë në malsi. Thanë ato, tjerët, pala tjetër, thanë jo, me shkuaj në malsi, ju e dini shumë mirë, se ai kur të fole, hullu lisan, tha ka gjuhën e ambël, yadhhabu bi aqli al-bashar hina kalamihi. Tha ja merë mendë njerëzit prej bukurive të fjallës edhe të fjallorit që ka. Kështu thoshin ato, ja merë mendën. Tha pra, ban shoka gje, vën në sulmon këtu. Ra mendimi i ri, than, po e qesmi ndeti. Tha ka shpëtu Allahu ndeti një fmi i herët për punën e shigjetave dhe të sirbazit dhe të priftit dhe të familjes, e s'pe shpëton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, a i si shpe nga merë, në gjarë janë shënjorë histori. E qka po i bojmë, tha pra, prej 40 familjeve ka një gjallë të fort me shtiz, edhe me shku me njëherë me sulmunatën, ti daktisët gjakun 40 familje, ku të kujtja lipe për para. Vend të një derë, i thoi, jo, pa da i gjallë asaj familjes ka qenë. Shkon të dera ati, thoi, jo, pas kam qenë veçune, kanë qenë edhe ditë kive familjeve këton. E pas taj a i zdin ku me lip gjakun, e këtu na e bitismi punën ton, e shkatroj Muhammedin me shkatrimin e ati, merë fund kjo fe që e ka njësaj. A faktikisht Allahun Kurani Kerim ka thonë në suratul Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Tha unë e shiqojsha këtë ngjarje, edhe këtë ngjarje të qera i shiqoj prej sipër se çka po ndodh. Ki ishte nën kujdesin e Allahut, ngраtit nuk e dishin. Ki ishte nën kujdesin e Allahut xhalla xhelaluhu. Ai që ja hun xhifastonin,
kur ishte fëmijë, ai që e bën operacion kur ishte fëmijë, ai që e vunin gjumë kur deshti me shkundarsëm, ai edhe këtu ishte shiqu dashurin e vet, sallallahu alaihi wasallam. Fa afa amina alladhina makaru sayyi'at an yakhsifa Allahu bihim al-ard. Pse si shkojnë menja këtive njerëzve a thu se kur kanë bo bisedë në këtë dhumë, Allahu xhelle xhelalu mund të këtive me ja bo si Karunit. Çka ka bo Karun? Kushaki? I Karuni pikashki. Edhe kipi aqja. Në kohën e Musës, inna Karune kane min qaumi Musa, fa baga alehim, tha Allahu në Kurani Kerim. Karuni ka qenë prej popullit Musës, e ka tepru zullumin. E shka i tha Allahu xhelle xhelalu këti? Tha o ti, ebtagë fi ma ataka Allahu dar al-akhira. Tha ate që ta ka dhonë Allahu lipa ahiratin me ta prej pasunisë e ka fjallën. Tha wala tansa nasibaka min ad-dunya. Tha mos e harro hisën tonë të kësaj dunjoje. Ani jeto luksus. S'ka Islami se ka ndalu fabrikën e madhe, jo se ka ndalu, po e ka kërku hotelin e madh, s'ka problem. Tha po hisën tonë të dunjos mere e me qetrën lipa ahiratin. Tha Karuni, kur ndëgjoj fjalën Allahu që ta ka dhonë, tha innama utituhu ala ilmin indi. Tha këta që e kam fitu me dorën teme, me diturien teme, me djersën teme. Që që ki fitu me djersën tone? Hajde ngreki ishte në gjami. Kalzona, shka ke fejtu me djersën tone? E unë ta sjellin një shembull kuranor, pastaj jetë katunar që jetë qivi pastaj. Unë të thëmë kështu pra, djersa jote sa ashe modhe. Ti mjell një kokër misrin pranver, e merë një tomak me 720 koka. Që ato 719 koka a djersa jote, a? A merë hisë djersa jote ati, të një kokë ke mil, tamam. E pse 720 pra, e ku janë kjo të knena? Allahu xhelle xhelalu. Ti mjell një kokër grunin ve 7 kallëzi kanë 100 koka, 700 koka. Ku i njerësa jote, ajo e ka arrit këta, jo pra. Jo pra, s'ka hisë njerësa jote. Kush a këtu pra? Ash bereqeti Allahu xhelle xhelalu dhe shtimi ati. Për ata tha, lipa ahiratin me ata që po ta shton Zoti. Tha e kam fitu me dorën teme dhe me diturien teme. Ha, a kështu qenë ka? Po, tha Allahu në Kurani Kerim, fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda. Tha, tokën e kam qa, një pjesë andej, një pjesë në këtej, edhe Karuni me kejt pasurin e vetë, që për pasurin e ati tha, se një grup burrat fort, qelcat e magazeve se një kanë ngrejt. Aq ka qenë pasanik? Tha, kemi fundos, tha Allahu xhelle xhelalu, jam mbyllëm nalt, jam mbyllëm tokën nalt, a e urdhëtash, me dijen tonë, dil. E qartë, dhe dil masi shumë dijeti, dil pra. A i tisën po del prej virusit gripit, që pa u fundos fare, sën po del prej virusit kolit, sën po del prej virusit tuberkulozës, sën po del prej virusit sidës hasha rulazot, sën po del prej virusit kancerit, sën po del tanë bota, jo veç ti, sën po del. O i dashur, kur dashtë njerëzit e menqur, me i tregu njeriu ton, se këtu në këtë bot, e ke vështirë me mendua dhe me hes, ti që shki qef, e vizatun një njeri, në formën e simbolit, të mfalni, në formë simbolike e vizatun një njeri, me një ujdhes, e kinë se dhe ujdhesën e ka zona i metel, e pas ta i kryen ja futën me një gjam, e i banë një pom të oksigenin në shpin, edhe e lanë në ujdhes midis Pacifikit, ja shkrytën në fund me gjerma, dra fjallë, thënë, edhe këtu s'ke mundësi më umrojt për i gripit. S'ka mundësi më umrojt. Ushtarët e Allahu xhelle xhelalu, pra mbës e rrejt menën, rri ullët, ndëgjoj këshillat e pejgamberëve, ndëgjoj këshillat e ulemave, ndëgjoj këshillat e kursive të xhamisë, merri ato dhe shtinin punë, shumë hajër shef, kejt shkon marë. Afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihim al-ardha aw ya'tiyahum al-'adhabu min haythu la yash'urun, ose me ju pru Allahu ative një dënim prej ka se mendojnë ato, aw ya'khudhahum fi taqallubihim, tha ose
i marë Allahu Gjelle Gjelalu ato gjatë punës, gjatë stërvitjeve të ative për punë. Allahu fletë në Kurani Kerim thot, a mos po priti njerëzit helbet me i maru në medenim gjatë veprimit ditor të ative. Qka ka me ndodhë? Qka ka me ndodhë? Shkon me njës të arajote, gjëmotin dershëm, shkon me njës të arajote, dëbuzqesh shëndeti, po dëbuzqesh edhe bereqeti, ndëgjom mirë, digjona dëbuzqeshin, dëbuzqesh shëndeti, merinin tonde, edhe shëndeti, edhe dëbuzqesh bereqeti, e janistin skajtarës verës. E punon me një zelë shumë të malë derë djerësën tonë dhe mbiroj, edhe i knaqun, edhe i pajtum me te se qka ke bo, deri ora 10. Ora 10 njës me uvra, ora 12 vrat mirë, ora 1, bjen ti me flet pak në 12 e gjisëm, ora 1, që është i befasish prej shtratit, e mas një 5 minutëve a 6-ve, shkon të arajote, bereqetin tanë se gjanë mu ati fare, nuk e gjanë atë bereqetin, që të ka busqesh para një o para 2 orëve, kjo atë ka ndodhë dhe njëherë, ti thuj, po kjo se më ka ndodhë njëherë, o vlavë jam, o hoqë, kjo se më ka ndodhë njëherë, kjo më ka ndodhë për 70 vetë 65 herë. Bile, kjo më ka ndodhë mu e 2 herë për një verë. Shkova një herë e pash duhonin busqeshi, e pas ta e ardhë breshni, e rapacakati ata deri në fund. E unë thash, kur e pash se s'ka, më thash, ja, mushet ki. Mushet se mlohet ki. Henes 17 flet, 18, një 6 fleta 7 një banë, një maje dohoni del, mirë një maje dohoni. Edhe u dërzova, po nuk thash o zot, nuk thash o zot, unë kam bodi shka që ti për e banë kështu, se Rasullullah i thanë hadis, idha gadib Allahu ala kaumin, gjala se i fehum shitaahum, Allahu me një popull kur t'jelnohet, javë shëndron verën e ati vendimën. Kështu tha, javë shëndron verën e ati vendimën. E pas ta jo 6 flet, se s'patrat shimoti, rajt reja, e hipi dohoni për pjet, edhe 14 flet qera, një mëngjes i ri taze mas 20 ditve. Edhe ato 16 flet për zdit të krar deri në fund. Prap harroj ki me uju dërzu, madhrijës Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Tha, është i rnov dozi. Kështu e ka kjo, kështu e ka ki njeri, është maralëq i madh ki njeri dhe njëherë, prej herëve në jetën e ati. Haran me ju dërzu Allahut, i gjenë ki do rrug qera, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, a ka ndërmen këto njerë se unë, gjatë punës këtive i marë? A ka ndërmen këto se atë ditë kur të pjekët molla në borin e këtive, edhe këto thojnë kështu, thullve, mramje, në aksham, masit handark ju thojnë, gjemë. Këshire bre nesër kur të qoni mledhni që të pëmë, se taman mua bo, kur të qonë sabalën natën, ato janë vel vetë, hëm kanë ranë tokë edhe i ka maru i nërdirë të mdoja, i ka qu, ku i ka qu? Ku me ditë ku i ka qu? Ku të dush thuj? Qëka u bo? Tha, afa amin e ledhina, makaru sejjat, e njaksif Allahu bihimul arda, tokën javë qanë. Qerve në ajetin qëtër tha, au ja khudhahum fi të kallubihim, tha gjatë punës javë marë prej dore, javë marë prej goje. Kështu njoni, tha burat ndershëm. Tha e morin fush, kështu tha, e morin fush, po tha unë që i kam fshi lomën e kam shtin hamar. Kështu tha. Qaj njeri shkoj me kije, në tretin katon prej katurit vete e mor hamarin. Hamarin prej u borri, shkoj të i treti katon me prut e shpia, me gjithë drith, kishte me drith i ullve. Mos as njëherë me Allahun Gjelle Gjelalu, gjithmon lajmërov me shpirt se je i dorzub para madhnijës ati, se sëm kështon fare. Tha fema hum bi mu'gjizin, tha se mund kush Allahun Gjelle Gjelalu dhe madhnin e ti. Au ja khudhum ala të khawufin, fa inna rabbekum la raufun rahim. Tha ose ju merë Allahu Gjelle Gjelaluhu duke ju frigu. Shka kanë këta jetë tashti duke ju frigu? Me spari fillon me aushti frigën, e pastaj ju merë, tha Allahu Gjelle Gjelalu. Si me spari aushti frigën? Del njoni prej juve në bjeshk, apo shkon në fush. Mirë në mëngjes, e janis me uvro mirë verës, janis me uvro atë shumë, mjegull mbas mjegull, katë pas kati, shtratë pas shtrati, e sahat e minute të unëzi, ati janis me u trezu prej midës, një frigë me të vërtet janis me jarë ka fyti, e më në fund tha Allahu Gjelle Gjelalu, ja bia ti të moja e hunës, e më në fund e marë, po e frigoj për para mirë.
awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu dhilaluhu anil yamini wash-shama'ili sujada. Fa Allahu jalla jalaluhu në Kur'anin e Kerim, o i nderuar i xhamati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, o ummeti i madh i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tha ju keni shenja të bukura në këtë botë me gjetë rrugën e Allahut për mos më u gjetë këtë belaja. Tha me mendu pak, nuk ka lip Allahu shumë, tha me mendu pak. E çka me mendu? Tha në shenjat e Allahut. Tha cilët janë ato shenja? Ja një për javë si vellimin Kur'anin e Kerim suratul Nahl. Tha hijet, i ka sel Allahu hijet shembull këtu. Tha hijet. Cilët hije është fjala? Për hijet e pemëve, për hijet e pemëve praktikisht, flet Kur'ani praktikisht, për hijet e pemëve tha, që po i shfrytëzoni ju me nejt në drek, me nejt në mëngjeset e juve, të parqeve të bukur, të kopsave dhe të arave të juve. Mëngjes, ka përëndimi, hi e bukur, në drek e mas dreke, ka lindja e dilit, prap hi e bukur, po jo hi e bukur me të zonë ti e paradite dhe mas ditën ta, po hi e bukur, kur s'mundësh me nejt në dil, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, o ju, a e shifni këtë hien që shpohec? Arrin ajo me një vend? Tha për çka të bojmë hije, në kalzovë o gjohia pëmve, në këta e dim. Jo pa Allahu ka qëtër sen për qëllim. Në i spjegojmë gjematit qëllimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, tha, apo ju hec hija? Tha, po hec, pra thuj, po hec, o hoq, po hec. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, e ajo kur të hec e mirë, çka ndodh më në fund? Ajo kur të hec e mirë, shkon kejt një hera, po? Tha, po ju hec jeta? Po ju hec jeta juve? Ju sporrini me një vend? Juve po ju kalon jeta? Juve po ju kalon jeta bashkësihia? Bashkësihia? Ani ju se keni ndërmend që jeni matri më umush me mend, se me të vërtet keni me ragujza. Pse s'mushet njeri u i ri me mend kështu? Se ati jeta i kalon më nga dal. Sistemi qelizor të njerëzit e ri zhvillohet shumë nga dal. Fëmijët thojnë kështu, henez klasa par. Kur dalun e në 8 vetë të shkolla me shku, a i ka 8 vetë të shkolla me shku. A i në klasën e parë kur t'hi e thot, mas 9 mujve, unë e henez kur dal klasa dit, mas 9 mujve. Për ata i pak mëson pak bot rebel, pak një kujban të tirat, se nuk i zjet besat i se me njëshin ka mu taku me të vërtet në fund vitit. Edhe ngelaj. Sistemi qelizor, e pastaj ka veçurit e veçanta pse a i rritët nga dal, edhe sistemi qelizor të a i zhvillohet nga dal, se a i ka 24 muj në disponim vetëm me thith i dashur i gjemot. A ti zban mi kalu shpejt këto? 24 muj. Ka 30 dit. Sa bojnë këto? Këto bojnë 700 disa dita. Ka 1 kilogram, 700 kilogram tomël ka me i pi. 700 kilogram tomël ka me i pi. 700 litra tomël. A i zban mu rrit për dit. Duhet me i pi aja to. E pastaj a i ka menet edhe 6 vjetë qera në prand nonës. Me u knoq. Ati me kullot me kullot mirësit e nonës. Me i kullot dashurin e nonës, me umjell mirësia dhe bukurit e asaj, me umjell bukurit e ftyrës asaj, në zemrën e këti, e pastaj a i kur të bëhet burr me jumtek se ka non, edhe me jumtek me i qitë sini lët për nënën e vetë në gurbeta gjese, 6 muj ka nejt në prenin e nonës, 6 vjet, e pse s'po i merë shti fort e fort trit, këto njerëzit për nonën molli, këto ka nejt në prenin e laktovitit, këto ka nejt në prenin e biberonit. Këto ka laktovit 1. Laktovit 1, laktovit 2, laktovit 3, biberon 1, biberon 4. Biberona. E pra, tashti edhe fakultetin e biberonistikës e kanë kri këto, a tabiatin e karmon fakultetin e qenginistikës. Inderuar i gjemat, Trazov o gjalleri Trazov. 6 vjet, për ata nga dal, për ata. Me umush me non, me mush akumulatorin e dashurijës asaj, që nuk shterrat më kur, për qatë sistemi qelizor, mos të avanojmë shumë, a i duhet me u knosh me dajt, duhet me shkua gjë një javë, veç a i ka, a ki vakti 60 veçari me net një javë të dajt, jo, a i ka vakt, sa i zhvillot nga dal,
kurse ti që i ke bon 40. Kështu është jeta, dëgjoni me dorë pra. Kështu është jeta. Fëmi 40 vjet. Gadal. E pastaj një gurit madh me hip në kodër, sa dush me u munduti me hip ata, e pi kodrës në qetrenon, shka duhet me i bon për me raj poshtë. Heq vesh rriti, a i vetë be. Vesh rriti, a i vetë be. E pra i fëmija është a i shka atu shku për pjetë me shumë zahmete. Kadal. E poshtë ti, par vetë kur kem Turki, ku par vetë 90-ën, jo par vetë kem, kur dull 90-ën, shka po bojnë be këto vetë? Bre, po shkojnë këto vetë si uji? Ti e të shkojnë kejt ka 5. Mu e kanë nis me mungjit gjumojat. Kanë nis me mungjit gjumojat, hiq këto qerat s'po i sho. Kejt ka 5 vet, ka 6, ka 7 bashkë rëmullak. Duj. A i fëmija fille, a ti me duj ti. Veç kur ta shifesh vetën që ke ardhë. Po ti edhe ti o fëmi pra, mos harro, se edhe ti ke me ardhë. Edhe ti ke me ardhë të tramvajit, të stacioni i fundit i tramvajit. Shpejt ke me unal tramvajit jot, mos o habit. Pra shka kam fjallën deri tash i po flas, ka për fëmijën e për plakun, shfridzoje kur je i ri. Shfridzoje, fillon me u fal. Ani ti mo i nuse, e ti mo i motra jeme që jas dis deri në pikën e fundit. E po mendon se ai kostimi jot kur s'ka mu zgat, po ka me çku më i zhag për toke. E ke me u bë hall, Me dit ti se sa shpejt më i gospogje, më i zonj, me dit ti sa shpejt ki më shëndru në hall. Me ditë si unë po thom ki mu bo një halë sa shpejt, më një herë shkon e filtrosh në njët e filterave të Kurani Kerimit, e kapash për një mantil të bukur, për një shall, për një shami të bukur, e mbullosh tërë të koci komës poshtë, e del një zonjë si të ka hije, si të donë për nga mërë a.s. ditën e gjikimit, me një adhon, me të adhon një tas prej ujit gjennetit, aj me të adhon me dërën e vetë me pi, E në të kundërtën pra, ti do t'i thësh shejtanit prej në gjehennem, ti marë iblizm ke pru këtu, edhe a i flet, edhe a i ka goj, edhe a i flet këtu edhe flet a gje. A i do të thët pra, la të lumuni, wa lumu enfusekum, ma ana bi musrikhikum, wa la entum bi musrikhi. Mos ban, mos u talë me mua, as që jam të u talë me tije, mos më shaj mua, ke ka me sha, vetën më rizojnë, vetën shaje. Vetën shanje, po ti nuk ke shku me shejtonin për kraut e roba qepsja me i thonë asaj maroma këtë kostimin si të asaj Sandrës, maroma kostimin si të asaj Marelinit, maroma kostimin si të Madonës. Po shejtonis shojp, nëjse a i ka inspiru, po a i ditën e kiametit të thuje tije, unë mos erdha me tije për kraj me kep kostimin Madonski. Vetë e ke bo, vetë paguje, më nëqërohu tash pra, freskohu tash, trazov se tash ke ko i motër, tash ke ko oj qike a umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tash i ke ditët, më nëqërohu, se për të bo hal, po, për të bo a një shfar hale, me hale, walillahi, jesgjudu, të mfalni, awalam jarau ila ma khalaq Allahu. E kam fjallën të hijet edhe të jeta e njeriut, se është krasu shumë bukur, jeta edhe hija njerit, tha hija po hec, jeta po hec, pra mirëne me këta me veti, hija po hec, jeta po hec, tha në gjast, në majt hije me pa, në gjast hije me pa, në majt qëtërën pëjem hije me pa, shenjë mas shenje, argument mas argumenti, gjastas edhe majta sa të dush, edhe plus asaj, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, kjo hije është edhe një qëtër sen. Kjo është një sejde e krijesave që me ta po mirësh. Kjo një sejde gjithë shka po ban, sejde Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra mos e le edhe ti vetën mangut, edhe ti bani ati sejde. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Ajeti i fundit dhe i para fundit. O njerëz sa Allahu, çka ka në qiell në tokë? Kejt po mban sejde mua, veç njeriu ka njëherë po ban hile, ai po i ban hile vetës. Wa ma min dabbatin. Po ashtu edhe qka ka kafsh, edhe qka ka gjallnes, edhe me lajket, edhe njerëzit, edhe pëmët, kejt i bojnë Allahu Gjelle Gjelalu sejde, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Tha i kanë frikë Allahu Gjelle Gjelalu. Për ata e bojnë ata. I kanë frikë Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu. Tha dhe i krinë urdhnat me lajket, edhe bimët, edhe qka ka falë Allahu, si pas emrit edhe urnit Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu. Pra,
Kja është sot ajeti i fundit, ajeti 50. Na kemi kalu sot metodën e kemi mush edhe djetë që kemi vënu pak në ajetet e Allahu Gjelle Gjelalu në suratul Nahl. Nesër do të takomi prapë mas i këndijës. Ora jonë sot mbaroj. Lillahi l-Fatiha.